Puna e çdo shqiptari sot paguhet 2,47 euro për orë, të atyre që janë punë, se pjesa më e madhe janë pa punë. Kjo është norma më e ulët absolute në të gjithë rajonin. Pse puna e një shqiptari vlen më pak? Pse një shqiptar paguhet sa gjysma e atij që punon në Malzi? Pse një shqiptar që punon nga mëngjesi në darkë duhet të ketë fuqinë më të ulët blerëse? Duhet përballoj rritjen e çmimeve, tregjet e kapura. Dhe sot pjesa më e madhe e buxheteve familjare shkon për ushqim dhe nuk kanë potencial familjet shqiptare të shpenzojnë për asgjë tjetër. Si ndryshohet kjo? Kjo është shumë e thjeshtë. Së pari taksa 10% e shesht për punën, që i jep dinjitet punës, që i jep vlerë punës dhe e bën punën krahasueshme me të gjithë vendet e tjera të rajonit. Nga ana tjetër, çlirimi i tregjeve, heqja e të gjitha taksave do të sjellë një ulje të çmimeve, rritja e konkurrencës nga tregjet e kapura dhe heqja e monopoleve dhe oligopoleve nga të gjitha ato tregje që sot i mbajnë çmimet e larta. Është ekonomia, është shumë e thjeshtë. Ka munguar vullneti politik, kanë qenë taksat e larta, ka qenë ekonomi preferenciale dhe Partia Demokratike propozon një program për ta bërë atë ekonomi të shumicës.